unë kam hyrë në qerekun e dytë të vitit të 5 të mandatit plot. Çdo opozitë demokratike përpiqet që t'ja shkurtoj mandatin qeverisë. Përveç opozitës kosovare, e cila, siç jeni dëshmitar të gjithë ju, po ja zgjat mandatin qeverisë aktuale. Dikush edhe mund të mendoj që kemi marrëveshje. Pra ne si qeverinë detyrë kemi marrëveshje me opozitën aktuale që ne të qëndrojmë sa më gjatë në pushtet. Por ju siguroj që kjo nuk është e vërtet, unë nuk kam shpjegim racional për këtë sjellje në për të cilën po kalojnë institucionet e Kosovës, në veçanti Kuvendi i Republikës ende i pathemeluar, sepse qeveria është në detyrë dhe ne në bazë të nenit 31 të ligjit për qeverinë, një mend kemi më pak kompetenca, por ne kemi njësoj shumë punë. Sa më herët që e konstituojmë Kuvendin duke e formuar me votim të fshehtë, që po e provojmë tani kryesin e Kuvendit, aq më shpejt do t'jemi edhe tek qeveria e re. Në ndërkohë që nuk ka qeveri të re, kurti 3, ka qeveri në detyrë, pra kurti 2.5. Kur të vije puna e qeverisë që është përgjegjësi e subjektit fitues në mënyrë ekskluzive, atëherë ne do ta dëshmojmë vetëm. Tash Kuvendin duhet ta bëjmë të gjithë bashkë. Pra Kuvendin nuk e themelon subjekti fitues. Pavarësisht sa vota i ke, duhet që të bëhemi bashkë ta themelojmë Kuvendin. Ata që e kanë shkruar kushtetutën e kanë pas të qartë qëllimin. Të kalojmë tek ato 15 ditë kur duhet të formohet qeveria me mua si mandatar dhe kur unë duhet të dëshmoj vetën e opozita e ka shansën të më testoj. Ofrova bisedime për koalicion qeveritar LDK-s. U refuzua shumë ashpër. Kur nuk duan as marrëveshje për procedurë për themelim të Kuvendit, as marrëveshje politike për formim të qeverisë që në fakt është hapi i radhës, jo i pari, atëherë çfarë të bëjon? Unë po e kryej obligimin tim duke mos munguar në asnjë vazhdim seance. Prej se kemi filluar me datën 15 prill, mu më keni pasur aty çdo 48 orë. Unë po flas këtu dhe nuk po flas te Kuvendi i Republikës, sepse atje jam njëri nga 48 deputetët e subjektit fitues, kaq. Ndërkaq këtu jam si kryeministër në detyrë.